halli i Berishës, domethënë edhe me protestat e me të gjitha është hall personal, është hall i familjes tij. Kur them është hall personal sepse ai e shikon që të gjitha ato vrima që u mundua ai të delte në 21 janari ju mbyllën. Dhe ato vrima ju mbyllën jo vetëm me hetimin që po bëhet këtu, apo me çfarë tha gjykata e Strasburgut, apo me çfarë tha edhe kolegji penal i gjykatës së lartë, por nga ana tjetër edhe me shterimin që i bëri faktikisht vetë ai problematikës së 21 janarit, sa doli aq zbuluar sa tha që po, është krim shtetëror. Edhe këtë krim shtetëror, domethënë vetëm sa nuk tha që e bëra unë. Se të tëra... Sot indirekt e pranoj. Po, kurse sot, faktikisht, ai pse doli pikërisht aty? Doli pikërisht aty për të thënë që ka një 21 janar, por aman mund të bëj unë një 21 janar tjetër. Edhe faktikisht ai të tëra edhe këto protesta që po i bën, po i përshkallëzon, domethënë, na e para tek e dyta që i shton dhunën e tjera, me mendimi që në 20 shkurt, domethënë ai mendon që mund të bëj edhe një gru shteti si ai i vitit 1998, po jo me ato përmasa se s'ka armët, po armët do ketë në këto, domethënë që i ka, se armë janë dhe këto, janë armë pa leje, këto akuza që do ngrihet për këta njerëz që kanë vepruar mbrëm, dhe bëj një parantezë këtu, akuzat janë jashtëzakonisht rënda, një prokurori serioze, një prokurori serioze, kur ti përdor mjetet të tilla që janë armë, domethënë këto janë armë pa leje, edhe këto të vrasin faktikisht, sepse mund të bëhet dhe eksperimente timor për këto, dhe nëse mua ma qonë mu këtu te gryka, unë vritem, vdes. A i e hodhi. Derisa të këput gishtat... Po a i e hodhi, do më thënë. Edhe deri sa... Ka nevoj për eksperiment. Sokol gishtat i ka këputur një vogël. Po pikërisht, pra dhe i po them. Pra, ne kemi të bëjmë këtu me vrasje të mbetura në tentativë. Kjo gjithmonë nëse prokuroria... Po duhet të ngrej akuzën, për këtë duhet ngrej akuzën edhe për kundërshtime dhunë të forcave të rendit, edhe për armbajtjen pa leje, që është e treta kjo prodhimi e tjera që janë, pra janë 3 akuzat renda. Po problemi këtu është që ndaj kujt i ngren këto akuza. Këta akuzat i ngren ndaj ekzekutorëve, vetëm ndaj ekzekutorëve. Po kjo nuk është normale, sepse ai ekzekutori, ai u pregatit, ai ka një frymëzues, ai ka një që e orienton, ai ka një që ka bërë planin se si do të veprojë e të tjera. Desha të pyesja për edhe ty Karamuço, pse përmendi Bishkën sot? Është një histori e cila është shumë e largët i përket vitit 97, cilën e përmendi dje zoti Berisha, por një histori e cila nuk e bën fajtor zotin Bishka, në atë kohë, po bën fajtor ata që urdhëruan të shkonte. Dhe ai që urdhëroi të shkonte ishte Agim Shehu, me urdhët zotit Berisha, i cili kërkoi nëpërmjet nëndretorit aktual policisë zotit Bishka që të rivendosë rendje dhe siguria në Sarandë mbas 97-s. Ata hynë në Sarandë, kërkuan të lidhnin kontaktet për të ringritur komisariatin, nuk u bë mundur, çdo gjë ishte gërma, duke dalë nga Saranda, një grup që kishin krijuar një postoblok, nga ata që ne i kemi parë. Ato qafuzinës. Sot janë dënuar ai grup, gjithsej me 101 vite burg. Po, e di, s'është nga një vit a 2 vite më parë. Qellohet makina, vritet njëri prej policëve, madje digjet brenda në makinë, një tjetër rrëmbehet, dhe zoti Bishka i plagosur së bashku me një polic tjetër, në përrëpirat e Metoqit, 65 kilometra ecë, mbrin në Gjirokastër, marrin mjekim aty, me plumba në trup, dhe pastaj çohen në Tiranë. Tani, zoti Berisha ka pritur që nëndretori Bishka të vritej, të ekzekutohej në operacion. Sa i tha iku dhe la kolegët aty, ai iku i plagosur, në fakt. Sepse ne kemi lexuar dosjen, e cila së fundi ka dënuar në 101 vite burg gjithë grupin e qapgjashtës. Pra nuk është një histori për ta linçuar. Po jo, po varet pse bën një gjë tillë. Ajo e nxjerr hero Bishkën. Po domosdo, po jo. Dhe për më tepër, po pse bën ai? Pse e përmend ai? I urdhëruar. Ja pse e përmend ai? I urdhëruar në kohën kur ishin kanë pushtet. Ja pse e përmend ai? Sepse ishte ndarë drejtimi operacional, ishte ndarë në 2 pjesë.
Drejtori Alushi, drejtori qarku Tiranë, ishte i dislokuar me gjitha forcat të kryeministria, ndërsa kuvendi në për shkak të eksperiencës, është polici më me eksperiencë në Shqipëri. Po, e vërtet. Ka mbi 40 vite punë. Për disa muaj del pension, ja kishin lënë nën drejtor Biçkës. Dhe për shkak të këtyre përshkallëzimit që u provokua nga ato bombat që tham, akt kriminal, nuk mund të flasim për një protestë dëshme, por është akt i mirëfillt kriminal. Ata ja faturuan Biçkës. Pyetja kam, mund të hetoj spaku për këtë Pse bën, ja këtë do them. Unë di që janë bërë, ja këtë do them dhe nuk flas më, më fal avokat. Unë di që po bëhen referime, kallëzim penal për disa prej deputetëve në SPAK në lidhje me këtë çështje. Ana policisë. I bie çka krimi është që ta hetoj spaku këtë? Ky është minimumi është grupi strukturuar kriminal, por kjo është organizat kriminale realisht. Organizat kriminale. Dhe këtë organizat kriminale e ka krijuar Sali Berisha. Dhe ai me deklaratat që ka bërë vetë e ka pohuar një gjë të tillë. Sepse ti të thuash që kjo do të jetë kryengritje paqësore, mjafton që të thuash fjalën kryengritje nuk ka paqësore. Ne jemi të dy juristë, dim çdo të thotë kryengritja në nenin 221 të Kodit Penal, kryengritja është vetëm e armatosur dhe për organizatorët e saja është dënimi, nuk ka dënim tjetër, burgimi i përjetshëm. Pra